Këtë duhet ta rikujtojmë kulla mos ta harrojmë për çdo vjet. Ishte për vjetorit 31. Kam shkuar një herë, kam vënë lule. Kjo është një nga ngjarjet më të trishta të ndodhura jo vetëm në periudhën e shpërbërjes së Jugosllavisë, po në zemër të Evropës, pikërisht momentin që shpresa më e madhe që me ardhin e regjimeve demokratike dhe rënien e regjimeve monoteiste, regjimeve diktatoriale do të përmirësoheshin gjërat. Dhe këtu, në secilin nga këto varre, do gjesh ndërgjegjen e munguar të liderit të radhës dhe mungesës së leadershipit të radhës. Kur flasim për mungesë leadershipi evropian, sa herë kujtojmë Srebrenicën, do të kujtojmë që forcat që ishin ngarkuar për të ruajtur banorët e Srebrenicës ishin forcat franceze dhe holandeze, pra leadershipi evropian që nuk arrinte të merrte dot vendim, dhe një leadershipi i caktuar evropian, kryesisht majtist, që shikonte Slobodan Miloševićin jo si një kriminal, po si shoku Slobo që po i qëndronte neokolonializmit amerikan. Faturën fatkeqësisht, si në çdo luftë, e paguajnë fukarinjtë, dhe rasti i Srebrenicës është turpi i kësaj klase drejtuese europiane që sa herë duhet të kthej kokën mbrapa, duhet mendoj se çka bërë. Sidomos kur dihet se presidenti aktual serb ka qenë aktiv në atë kohë. Ka qenë një zëdhënës, ka qenë një njeri. Problemi është se presidenti aktual serb me mendje ka ngel atje, nuk është se ka qenë në atë kohë. Ato e kanë bërë tjerë njerëz, por me mend nacionalizmi. Unë kam qenë një herë, nuk dia ta kam thënë, duke parë një ndeshje në stadium në stadiumin e Partizanit të Beogradit, me një skuadër Partizani i Beogradit me një skuadër nga Suedia. Dhe unë jam tromaksur pasi gjithë tribuna bërtiste Ratko Mladić, Mladić, për dy kriminalët e luftës. Pra, ata vazhdonin dhe i trajtonin këta njerëz jo si kriminal, po si heronjë të vendit vet. Ndërkohë, produkti tyre janë këto varre. Ishte interesant kulla, thjesht për ta ndëlidur pasi që jemi te Serbia. Serbia dërgoi një delegacion për ngushëllime në Iran. Mirë më bërë, ka marrëdhënie shumë mirë bërë, s'është ndonjë problem. Është problemi i Serbisë. Ne me Serbinë nuk kemi probleme se ç'bën Serbia me Iranin, me Kinën, dhe është problemi i Serbisë. Ne me Serbinë problemet i kemi këtu. Dhe fakti që pas sa vite u bën? 31 vitesh, ti akoma e sheh që në Serbi adhurohen figura të tilla si Mladić apo Karađić. Korrik 95-ën e mbaj mend shumë mirë mbaj. Kështu që çështja është, ajo që ka ndodhur nuk zhbëhet më, por vjen dyshimi nëse do t'i jepë edhe një mundësia, do ta bënin prapë, këtu është problemi. Sepse unë kam frikë se mund ta bënin prapë. Se nuk shpjegohet ndryshme me fakti që Serbia vazhdon të armatoset. Edhe i mohon këto ngjarje. Por mos ta bëjmë prapë, ne duhet të bëjmë institucionet shumë shpejt. Siç i ka mohuar në Kosovë. Dhe të armatosemi sa të mundem. Siç i ka mohuar në Kosovë.